Safe Home. The Safety Project. Aktivitetet e hotelit. Shkruani receta të plota për biznesin e hoteleve, duke ilustruar të gjitha rreziqet e mundshme në aktivitetin e shëndetit dhe sigurisë, me një tekst që shpjegon secilin për të krijuar një prezantim me diapozitiva. Biznesi i hotelerisë paraqet rreziqe të shumta për shëndetin dhe sigurinë e stafit, të cilat ndryshojnë sipas detyrave të kryera: recepcion, shërbim pastrimi, gatim, mirëmbajtje, shtëpiake, ushqim, spa, kopshtari. Ne japim një pasqyrë të rreziqeve dhe kërkesave të sigurisë për të parandaluar aksidentet dhe sëmundjet profesionale. Rreziqet e përgjithshme në sektorin e hotelerisë. Industria e hotelerisë përfshin një shumëllojshmëri të gjerë aktivitetesh që përfshin personelin e tavolinës së parë, kamarierët, pastruesit, punonjësit e mirëmbajtjes, personelin e kuzhinës dhe të ushqimit, kopshtarët, dhe personelin e sigurisë dhe parkimit. Ky diversifikim përfshin një sër rreziqesh, duke përfshirë rrëshitjen, zjarrin, stresin elektrik, kimik, biologjik, ergonomik dhe të lidhur me punën. Ndjekja e rregullave të rrepta të sigurisë siguron një mjedis të sigurt pune për punonjësit dhe mbron mysafirët e hotelit. Rreziku i rrëshitjes, tretjes të rënies. Mbani dyshemet të thata dhe raportoni menjëherë çdo sipërfaqe të lagur. Pastroni menjëherë çdo derdhje të lëngshme dhe vendosni shenja paralajmëruese. Përdorni matës jo slip në zona të rrezikshme, të tilla si kuzhinat, banjot dhe hyrjet. Vishni këpucë pa rrëshitje për të zvogëluar rrezikun e rënies. Mos i lini objektet në korridore ose në shkallë. Gjithmonë mbani të qarta daljet e emergjencës, korridoret dhe shkallët. Mos i lini bagazhet ose karrocat pa mbikëqyrje në zonat që kalojnë. Sigurohuni që ndriçimi të jetë i përshtatshëm në të gjitha fushat. Rreziku në gaz zjarri. Sigurohuni që fiksit e zjarrit të jenë të arritshëm dhe funksional në çdo kohë. Njihuni me vendndodhjen e extinguishers zjarrit dhe rrugët e arratisjes. Mos i mbingarkoni pikat e shitjes elektrike dhe fikni pajisjet e papërdorura. Mos lini pa kujdes qirinj, sobat ose materialet e ndeshme. Personeli i trajnë mbi procedurat e evakuimit dhe përdorimin e fiksëve të zjarrit. Ndiqni planin e evakuimit në rast emergjence. Ofroni trajnime kundër zjarrit për personelin. Kryen stërvitje periodike zjarri. Mbani të qarta dhe të shënuara rrugët e arratisjes dhe daljet e emergjencës. Rreziku kimik për shkak të përdorimit të produkteve të pastrimit të mirëmbajtjes. Vishni pajisje mbrojtëse personale të përshtatshme, doreza, maska dhe syze mbrojtëse, kur përdorni detergjent agresiv. Evitoni përzierjen e kimikateve, veçanërisht të zbardhuesit dhe amoniakut. Ruajini kimikatet në kabinetet të mbyllura dhe të ventiluara, larg burimeve të nxehtësisë. Lexoni gjithmonë etiketat e sigurisë para përdorimit. Rreziku biologjik për shkak të kontaktit me sipërfaqet ose mbeturinat e ndotura. Përdorni doreza të disponueshme kur pastroni banjot dhe sipërfaqet e zakonshme. Laj duart shpesh me sapun antibakterial. Hidhni mbeturinat në kontejner të mbyllur dhe të ndarë. Dezinfektoni rregullisht zonat e përbashkëta dhe mjetet e punës. Rreziku elektrik në përdorimi i pajisjeve. Mos i trajtoni pajisjet elektrike me duar të lagura. Kontrolloni periodikisht kabllot, bazat dhe sistemet elektrike për të shmangur qarqet e shkurtra. Raportoni menjëherë kabllot e dëmtuara ose pikat e shitjes së gabuar. Evitoni përdorimin e shiritave dhe përshtatësve të papërshtatshëm të fuqisë. Zhbllokoni pajisjet para se të kryeni mirëmbajtjen ose pastrimin. Sigurohuni që sistemet elektrike të kontrollohen rregullisht nga teknikët e kualifikuar. Rreziqet ergonomike dëhre trajtimi i ngarkesës. Përdorni teknika të sakta për ngritjen dhe lëvizjen e objekteve të rënda. Mos i ngrini vetë ngarkesat e rënda. Mbani qëndrimin e duhur duke përkulur gjunjët dhe duke e mbajtur shpinën drejt. Shpërndajeni peshën në mënyrë të barabartë për të zvogëluar tendosjen në shpinë dhe nyje. Përdorni troleus për të transportuar lavanderi, bagazhe ose pajisje të rënda. Bëni pushime të rregullta për të shmangur lodhjen e muskujve. Rreziku i stresit të lidhur me punën. Respektoni thyrjet dhe orët e ekuilibruara të punës për të shmangur mbi ngarkesat. Detyrat të tjera për të zvogëluar lodhjen fizike dëhre mendore.
Nxitni një mjedis pune bashkëpunues për të zvogëluar rrezikun e konfliktit. Raporto situatat e ngarkesës së tepërt të punës tek menaxheri. Trajtimi i situatave të vështira me mysafirët. Mbani një qëndrim profesional dhe të qetë në situatat e konfliktit. Ndiqni procedurat specifike për trajtimin e mysafirëve agresiv ose të dyshim. Gjithmonë keni numrat e urgjencës në dorë dhe raportoni situatat e rrezikshme për sigurinë. Evitoni grindjet me klientët në një gjendje të ndryshuar. Rreziku i aksidenteve gjatë operacioneve të mirëmbajtjes. Ndiqni procedurat e kompanisë para se të punoni në sistemet elektrike ose hidraulike. Vishni pajisje mbrojtëse personale të përshtatshme për të mbrojtur nga djegjet, prerjet ose goditjet elektrike. Shënoni zonat ku po kryhen punimet e mirëmbajtjes me shenja paralajmëruese. Rreziku i aksidenteve në zonat e jashtme, kopshte, parkingje, pishina, terraca. Sigurohuni që shtigjet, shkallët dhe dyshemet e jashtme të jenë gjithmonë të pastra dhe pa pengesa. Raporto sipërfaqet e rrëshitshme ose të dëmtuara pas shiut ose pastrimin. Vishni veshje të përshtatshme dhe mbrojtje kundër diellit ose të ftohtit në aktivitetet e jashtme. Menaxhimi i emergjencave. Procedurat e emergjencës janë thelbësore për të mbrojtur punëtorët, klientët dhe mjediset në rast të situatave kritike. Menaxhimi efektiv i emergjencave përfshin parandalimin, planifikimin, trajnimin dhe reagimin e shpejtë dhe të koordinuar. Një situatë emergjente ndodh në rast përmbytjeje, tërmeti, zjarri, rrjedhje gazi ose kimikatësh të dëmshme dhe në rast emergjence shëndetësore. Ndjekja e recetave të duhura të sigurisë është thelbësore për të zvogëluar rreziqet dhe për të përballuar çdo emergjencë në kohën e duhur dhe në mënyrë efektive. Përgatitja dhe ndjekja e recetave të sakta mund të nënkuptojnë ndryshimin midis një incidenti të menaxhuar me sukses dhe një ngjarjeje shkatërimtare. Çdo kompani duhet të ketë një plan emergjent dhe evakuimi të përditësuar, me pika montimi të shënuara mirë dhe rrugë shpëtimi. Caktoni menaxherët e sigurisë dhe oficerët e ndihmës së shpejtë dhe zjarrfiksit. Bëni ushtrime periodike për të testuar përgjigjen e personelit. Siguroni një trajnim të përshtatshëm për të gjithë punëtorët në procedurat e emergjencës. Siguroni disponueshmërinë e extinguishers fire të punës, kontrolluar periodikisht dhe të plot kits first aid. Ambienti i hotelerisë është një kontekst dinamik dhe kompleks, në të cilin siguria duhet të garantohet në çdo fushë operative. Parandaloni rrëshitjet dhe aksidentet duke ruajtur rregullin dhe pastërtinë. Mbroni veten nga rreziqet kimike dhe biologjike me pajisjet e duhura mbrojtëse personale. Menaxhoni emergjencat me procedura të qarta për zjarrin, dëmtimet dhe klientët e vështirë. Siguroni sigurinë elektrike dhe të mirëmbajtjes. Evitoni stresin dhe mbingarkesën fizike që lidhet me punën me organizimin e duhur. Siguria në hotel nuk ka të bëjë vetëm me mirëqenien e mysafirëve, por edhe atë të atyre që punojnë çdo ditë për të ofruar shërbim të shkëlqyer. Rreziqe specifike në recepcion. Recepcionistët luajnë një rol kyç në mikpritjen e klientëve, mysafirëve dhe vizitorëve. Përveç detyrave administrative, ata janë përgjegjës për sigurinë dhe menaxhimin e emergjencave brenda strukturës. Rreziqet kryesore që lidhen me këtë aktivitet përfshin stresin e lidhur me punën, menaxhimin e flukseve të njerëzve, sigurinë kibernetike, lëvizjet e përsëritura, përdorimin e pajisjeve elektronike dhe rreziqet ergonomike. Rreziku ergonomik në qëndrimi i gabuar dëhre lëvizjet e përsëritura. Vetëm lartësia e karriges dhe monitori për të mbajtur qëndrimin e duhur. Përdorni karrige ergonomike me mbështetje lombare për të zvogëluar ngarkesën në shpinë. Evitoni mbajtjen e të njëjtit pozicion për periudha të zgjatura. Bëni pushim të rregullt dhe ndryshoni qëndrim. Poziciononi tastierën dëhre mjun për të shmangur tensionin në kyçet dhe shpatullat. Rreziku i stresit lidhur me punën dëhre menaxhimi i audiencës. Menaxhoni ngarkesën e punës me shifts të përshtatshme. Planifikoni ndërrime të ekuilibruara pune për të shmangur mbi ngarkesën e përgjegjësive. Mbani një ton profesional dhe të qetë kur bashkëveproni me mysafirët e vështirë ose situatat stresuese. Ndiqni procedurat e përcaktuara për trajtimin e ankesave dhe kërkesave, duke shmangur konfliktet e drejtpërdrejta. Stafi i trajnë për të menaxhuar situatat e emergjencës dhe klientët e vështirë. Nxitni një mjedis pune të qetë dhe bashkëpunues. Manutension manual i ngarkesave. Evitoni heqjen e bagazheve të rënda pa ndihmë,
Përdorni karroca ose kërkoni mbështetje nga dërtarët. Kur ngrini pesha, përkulni gjunjët dhe mbani shpinën drejt për të shmangur lotët e muskujve. Organizoni sipërfaqen e punës për të zvogëluar nevojën për lëvizje të shpeshta të materialeve të rënda. Përdorimi i pajisjeve elektrike. Mos përdorni pajisje elektrike me duar të lagura. Kontrolloni periodikisht gjendjen e kabllove, soketeve dhe pajisjeve elektronike. Fikni kompjuterët dhe printerët në rast të një stuhie ose dështimi të energjisë për të parandaluar dështimin. Poziciononi kabllot në mënyrë që ato të mos përbëjnë një rrezik trip. Bëni pushime të rregullta për të shmangur tendosjen e syve. Rregulloni ergonomikisht orgstation dhe përdorni monitors moderne. Rreziku i tretjes dëhre rrëshitjes në zonën e pritjes. Gjithmonë mbajeni të qartë zonën prapa konterit për të parandaluar tripping. Tregoni çdo dysheme të lagur ose rrëshitse me shenja paralajmëruese. Evitoni akumulimin e objekteve të padobishme prapa tavolinës ose në zonën e kalimit. Siguria kompjuterike dëhre mbrojtja e të dhënave personale. Gjithmonë mbroni të dhënat e klientit me fjalëkalime të sigurta. Mos I lini dokumentet që përmbajnë informacione të ndjeshme pa mbikëqyrje. Mos hyni në faqet e internetit të paautorizuara në pajisjet e korporatave. Bëni backup periodike për të mbrojtur informacionin. Rreziku I agresionit ose kërcënimeve në ga klientët apo çerpanjohurit. Ndiqni procedurat specifike për trajtimin e mysafirëve agresiv ose të dyshim. Gjithmonë mbani një kanal komunikimi me personelin e sigurisë. Evitoni diskutimet e drejtpërdrejta me mysafirë të shqetësuar dhe telefononi mbështetjen nëse është e nevojshme. Gjithmonë keni numrat e emergjencës në dorë dhe instaloni kamerat e vëzhgimit në zona të ndjeshme. Shmangni trajtimin e parave pa masat e duhura të sigurisë. Mbani mirë zonat e hyrjes dhe të pritjes LIT në çdo kohë. Rrezik biologjik për shkak të kontaktit me objekte, kartëmonedha, dokumente të klientit. Lani duart shpesh ose përdorni gjel sanitizing pas trajtimit të parave ose dokumenteve. Rregullisht sanoni sipërfaqet e telefonit, tastierës, mute dhe banakut. Në rast epidemie ose rreziqesh shëndetësore, vishni pajisje mbrojtëse personale të përshtatshme si dorezat dhe maskat e disponueshme. Procedura në rast sëmundjeje të një klienti ose kolegu. Gjithmonë keni në dispozicion një kritë të ndihmës së parë. Ofrojini ndihmë klientit ose kolegut duke I mbajtur të qetë dhe të sigurt. Telefononi menjëherë numrat e urgjencës. Puna në recepcion kërkon vëmendje të vazhdueshme për sigurinë dhe menaxhimin publik. Punonjësit duhet të jenë të përgatitur për situatat emergjente, të mbrojnë të dhënat sensitive, të parandalojnë rreziqet ergonomike dhe të sigurojnë një mjedis të sigurt për klientët dhe kolegët. Adoptoni një qëndrim të saktë për të shmangur problemet e muskujve dhe të nyjeve. Menaxhoni audiencën me profesionalizëm për të shmangur situatat stresuese ose konfliktet. Mbroni të dhënat sensitive dhe ndiqni rregullat e sigurisë kibernetike. Mbajeni tavolinën e përparme të rregullt dhe të sigurt për të parandaluar rrëshitjet ose udhëtimet. Jini gati të përballoni raste urgjente të tilla si zjarret, sëmundjet apo ndërhyrjet e dyshimta. Pritja është zemra e strukturës, një mjedis I sigurt dhe I organizuar përmirëson punën e të gjithëve. Rreziqe specifike për pastruesit. Pastruesit luajnë një rol thelbësor në ruajtjen e higjienës dhe sigurisë në vendet e punës, hotelet, shkollat, spitalet dhe shumë vende të tjera. Megjithatë, aktiviteti I tyre përfshin rreziqe që lidhen me kimikatet, rrëshitjen, përdorimin e pajisjeve elektrike dhe përpjekjen e zgjatur fizike. Ndjekja e rregullave të sigurisë është thelbësore për të parandaluar dëmtimet dhe për të siguruar një mjedis pune të sigurt dhe të efektshëm. Ekspozimi ndaj detergjentëve dëhre dezinfektuesve. Gjithmonë bishni doreza mbrojtëse dëhre maska kur merreni me agent të ashpër pastrimi. Kur mos përzieni kimikate të ndryshme. Ruaj kimikatet në dollap të mbyllur dhe larg burimeve të nxehtësisë. Ventilate dhoma gjatë dhe pas përdorimit të kimikateve për të parandaluar akumulimin e avujve të dëmshëm. Rreziku I puçrave dëhre prerjeve me gjilpëra ose I azgjësuar në mënyrë të papërshtatshme I objekteve. Vishni doreza të rënda kur pastroni dhomat. Përdorni kujdes kur mblidhni plerat ose literingun për të shmangur gjilpëra të fshehura. Hedhja e mbeturinave të rrezikshme sipas procedurave të kompanisë.
Rreziku i rrëshitjes në dyshem e tër lagura ose tër pista. Vishni këpucë jo rrëshitëse me soletat e gomës për t'u kapur. Tregoni sipërfaqet e lagura me shenja paralajmëruese, paralajmërim, dysheme e lagur. Thajeni dyshemen menjëherë pas pastrimit për të zvogëluar rrezikun e rënjes. Evitoni lënien e kabllove, fshesave dhe kovave në zonat e tranzitit. Rreziku ergonomik dëhëre trajtimi manual i ngarkesave. Evitoni heqjen e kovave me ujë dhe pajisje të rënda pa ndihmë. Përdorni tartës për transportimin e materialeve dhe pajisjeve. Përkulni gjunjët dhe mbani shpinën drejt kur ngrini një objekt. Detyra të tjera për të shmangur mbi eksperimin dhe lodhjen e muskujve. Rreziku biologjik për shkak të kontaktit me sipërfaqet dëhëre mbeturinat e ndotura. Vishni doreza dëhëre syze të disponueshme kur pastroni mjediset e kujdesit shëndetësor ose mbetjet biologjike. Laj duart shpesh me sapun antibakterial. Hidhni mbeturinat në qese të përshtatshme dhe hermetikisht të vulosura. Her pas here sanohen veglat e punës si leckat dhe sfungjerët. Përdorimi i makinerive të pastrimit. Kontrolloni periodikisht gjendjen e telave dhe prizave elektrike. Mos përdorni makineri elektrike me atë hands ose në sipërfaqet e përmbytura. Fikni dhe zhbllokoni pajisjet para se të kryeni mirëmbajtjen ose ndryshimin e aksesorëve. Mos tërhiqni kordat elektrike për të shkëputur pajisjet. Përdorimi i shkallëve dëhëre stolave për pastrimin e pikave të larta. Përdorni shkallët në përputhje me ligjin me stabilizatorët dhe stolat e improvizuar kurr. Është e këshillueshme që një koleg ta mbajë shkallën fort në tokë, duke siguruar kështu qëndrueshmërinë e saj gjatë përdorimin. Mos e teproni për të arritur pika të largëta. Kur mos i lini shkallët pa mbikëqyrje në zonat e tranzitit. Nëse puna në lartësi është e zgjatur, mendoni të përdorni platformat mobile në vend të shkallëve. Përdorimi i kimikateve. Nëse një kimikat hyn në kontakt me lëkurën, lahuni menjëherë me ujë të bollshëm. Në rast kontakti me sy, shpëlajeni me ujë dhe kërkoni menjëherë kujdes mjekësor. Nëse thithni vapors toksik, largohuni menjëherë dhe thithni ajër të pastër. Mos ndizni flakët e hapura pranë solvantëve ose alkoolit. Aktivitetet e pastrimit mund të përfshin rreziqe të shumta. Është vendimtare të keni procedura të rrepta sigurie për të parandaluar aksidentet dhe për të mbrojtur shëndetin tuaj. Përdorni pajisjet mbrojtëse personale të përshtatshme për të mbrojtur nga rreziqet kimike dhe biologjike. Evitoni rrëshitjet dhe dëmtimet duke e mbajtur mjedisin të pastër dhe të sigurt. Trajtojini pajisjet elektrike dhe makinerit me kujdes. Ndiqni procedurat e emergjencës në rast kontakti me substanca të rrezikshme. Organizoni punë për të zvogëluar rrezikun e stresit dhe lodhjes. Siguria në pastrim nuk është opsionale, por një angazhim i përditshëm për të mbrojtur veten dhe të tjerët. Rreziqe specifike për punëtorët e kuzhinës të restoranteve. Punëtorët e kuzhinës dhe të ushqimit punojnë në mjedise dinamike dhe me rrezik të lartë, të ekspozuar ndaj djegjeve, prerjeve, rrëshitjeve, ekspozimit ndaj kimikateve, rrezikut elektrik dhe stresit të lidhur me punën. Është thelbësore të ndiqen recetat e sakta të sigurisë për të parandaluar aksidentet dhe për të siguruar një mjedis pune të sigurt dhe produktiv. Rreziku i djegjeve dëhëre shkallëzimit, furra, tenxhere, hotplates, vaje të nxehtë, avull. Vishni doreza termale kur merreni me tenxhere dhe tigan të nxehtë. Gjithmonë përdorni potholders ose doreza izoluese për të trajtuar enet e nxehta dhe tabaka. Evitoni kontaktin e drejt për drejt me hotplates, makinat e kafes dhe ketrat pa mbrojtjen e duhur. Evitoni mbimbushjen e tenxhereve dhe fryerës për të parandaluar derdhjen e lëngjeve të nxehta. Përdorni tongs dëhëre mjete të përshtatshme për të lëvizur ushqimin e nxehtë pa e prekur atë direkt. Kur mos e derdhni ujin mbi vajin e vluar. Kini kujdes kur hidhni lëngje të nxehta për të shmangur spërkatjen dhe shkallëzimin. Komunikoni me klientët dhe kolegët kur transportoni pjata ose pije të nxehta për të shmangur gungat aksidentale. Rreziku i prerjes në got thikat dëhëre pajisjet e mprehta. Trajtojini me kujdes thikat, gërshërët dhe mjetet të tjera të mprehta, qoftë me dorë, qoftë me fuqi. Ruajini thikat në mbajtëse thikash të sigurta pas përdorimit. Vishni doreza rezistente sojtë për operacione me rrezik të lartë. Mos merrni xhama të thyer dëhëre pllaka me duar të zhveshura. Përdorni doreza mbrojtëse dhe furça.
Raportoni menjëherë praninë e syzeve ose pllakave të thyera për të shmangur dëmtimet. Rreziku i rrëshitjeve dëhre rënies. Vishni këpucë jo rrëshitse me soletat e gomës. Pastroni menjëherë çdo derdhje të lëngut ose të dhjamit. Tregoni zonat e rrezikut me shenja, paralajmërim, dysheme e lagur. Shmangni mbajtjen e tabakave që janë shumë të rënda. Mbani një distancë të përshtatshme nga kolegët për të shmangur gungat aksidentale. Rreziku elektrik nga pajisjet, furra, hotplates, fryers, dishashers, kofe maqines. Kontrolloni periodikisht gjendjen e kabllove elektrike dhe bazave. Mos i prekni pajisjet elektrike me duar të lagura. Zhbllokoni pajisjen para se të pastroni pajisjet. Rreziku i zjarrit në kuzhinë, vaji i nxehtë, flakë të hapura, pajisje elektrike. Gjithmonë keni në dispozicion për kuzhinë extinguishers fyre specifike. Mos e lini kokain në sobë pa mbikëqyrje. Sigurohuni që kapuçat nxjerrës të jenë të pastër dhe të lirë nga ndërtimi i dhjamit. Rreziku i mbiekspërimit dëhre e trajtimi manual i ngarkesave. Përdorni teknikat e duhura të ngritjes, përkulni gjunjët dhe jo shpinën. Mos mbani vetëm ngarkesa tepër të rënda, por kërkoni ndihmë ose përdorni karroca. Ruajini përbërësit dhe veglat në një lartësi lehtësisht të arritshme. Puna në kuzhinë dhe në dhomën e ngrënies është një aktivitet dinamik dhe kompleks, fizikisht dhe mendërisht kërkues, i cili kërkon vëmendje të vazhdueshme për sigurinë. Evitoni djegjet dhe prerjet me pajisje mbrojtëse personale dhe pajisje të përshtatshme dhe me trajtimin e duhur të enëve dhe ustensileve të nxehta. Mbroni nga rrëshitjet, mbi ngarkesa dhe temperaturat ekstreme. Jini të përgatitur për të trajtuar zjarret dhe dëmtimet me procedurat e emergjencës. Menaxhoni ngarkesën e punës për të zvogëluar stresin dhe mbi ngarkesën fizike. Mbani një mjedis pune të pastër, të rregullt dhe të sigurt për të gjithë. Siguria në kuzhinë nuk është thjesht një detyrim, por një përgjegjësi e përbashkët për të mbrojtur veten dhe të tjerët. Rreziqet specifike në aktivitetet e mirëmbajtjes. Punëtorët e mirëmbajtjes së bimëve veprojnë në mjedise me rrezik të lartë, të ekspozuar ndaj energjisë elektrike, makinerive lëvizëse, kimikateve, temperaturave ekstreme dhe punojnë në lartësi. Ndjekja e procedurave të rrepta të sigurisë është thelbësore për të parandaluar dëmtimet dhe sëmundjet. Rreziku elektrik në mirëmbajtjen e paneleve dëhre sistemeve elektrike. Para se të filloni ndonjë punë, aplikojeni shenjën paralajmëruese ORC-i në progres. Kontrolloni për voltage absence me mjete të certifikuara para se të prekni komponentët elektrik. Vishni pajisje mbrojtëse personale specifike, doreza izoluese, këpucë antistatike, syze. Kur mos puno vetëm në sistemet elektrike. Përdorni pajisje të certifikuara. Rreziku i rënies në lartësitë, skela, platforma ajrore, shkallë. Veshja e harnesit të sigurisë. Kontrolloni stabilitetin e sipërfaqeve mbështetëse para se të ngjiteni. Mos punoni në kushte të këqija të motit, erë fort, shi, bor. Kontrolloni periodikisht gjendjen e pajisjeve të arrestimit të vjeshtës. Rreziku i djegjeve në mirëmbajtjen e kazanëve, tubave, sistemeve të ngrohjes. Vishni pajisje mbrojtëse personale të përshtatshme, doreza rezistente ndaj nxehtësisë dhe veshje të papërshkueshme nga zjarri. Prisni që sistemet të ftohen para se të ndërhyjnë. Tregoni praninë e sipërfaqeve të nxehta me shenja paralajmëruese. Kur mos hapni tanke apo tubacione nën presion pa kontrolle paraprake. Rreziku kimik për shkak të pranisë së gazrave, solvanteve, frigoriferëve, gazeve toksike. Vishni maska filtruese të përshtatshme. Kontrollo për gaze toksike ose të djegshme para se të fillosh punën. Siguroni ventilim të përshtatshëm në dhomat e mbyllura. Ndiqni procedurat specifike për trajtimin dhe largimin e frigoriferëve dhe solvantëve. Rreziku mekanik, makineri lëvizëse, prerje, shtypje. Kryeni mirëmbajtjen vetëm në makinat e ndaluara dhe të sigurta. Përdorni pajisje mbrojtëse personale të përshtatshme, doreza të përforcuara, syze sigurie, këpucë sigurie. Mos vishni rroba të lirshme ose bijuteri që mund të ngecin në makineri. Rreziku i rrëshitjes dëhre i prerjes, dysheme të lagura, kablo, mjete të lirshme. Mbajeni zonën e punës të rregullt dhe të lirë nga pengesat. Vishni këpucë jo rrëshitse me solet të përforcuara.
Pastroni menjëherë derdhjet e lëngjeve dhe sipërfaqet e rrëshitshme. Mblidhni kabllot dhe pajisjet pas çdo ndërhyrjeje. Rreziku i shpërthimit ose i zjarrit, sistemet e gazit, materialet e djegshme. Mos përdorni flakë të hapura ose shkëndija pranë gazeve të ndezshme, ose ndizni pajisjet elektrike. Kontrolloni përrjedhjet e gazit me mjete të përshtatshme. Mbani fiksit e përshtatshëm të zjarrit pranë zonës së punës. Rreziku nga puna në hapësira të mbyllura, tanke, dhoma teknike, dhoma kaldaje. Kryeni një analizë ajri para se të hyni në hapësira të mbyllura. Vishni harneses safeti lidhur me sistemet e rimëkëmbjes. Gjithmonë keni të paktën një koleg tjetër pranë jush gati për të ndërhyrë. Përdorni sistemet ventilacion për të siguruar shkëmbimin e ajrit. Manutencion manual i ngarkesave. Mos i ngrini vetë ngarkesat e rënda. Përdorni trolleys dëhre paleta truks për të zvogëluar përpjekjet. Përdorni teknikat e duhura të ngritjes për të parandaluar dëmtimet e muskujve. Bëni pushime të rregullta për të shmangur lodhjen. Punëtorët e mirëmbajtjes së bimëve veprojnë në mjedise me rrezik të lartë. Siguria duhet të jetë gjithmonë përparësia kryesore. Ndiqni procedurat e sigurisë për rreziqet elektrike, kimike dhe mekanike. Përdorni pajisje mbrojtëse personale të përshtatshme dhe adoptoni teknika pune të sigurta. Mbajeni mjedisin e punës të rregullt dhe të lirë nga pengesat. Njihni procedurat e emergjencës për zjarrin, dëmtimet dhe hapësirat e mbyllura. Merrni pjesë në stërvitjet e sigurisë. Mirëmbajtja e sigurt është baza për punë efektive. Siguria është përgjegjësi e të gjithëve. Rreziqe specifike për punonjësit e SPA dëhre Wellness Centre. Punonjësit e SPA dhe qendrave të mirëqenies së një hoteli janë të ekspozuar ndaj rreziqeve specifike që lidhen me përdorimin e pajisjeve, ekspozimin ndaj kimikateve, trajtimin e klientëve dhe menaxhimin e mjedisit. Për të garantuar sigurinë e operatorëve dhe mysafirëve, është thelbësore marrja e masave parandaluese. Rreziku i rrëshitjes dëhre rënies në sipërfaqe të lagura. Sipërfaqet e thata të lagura menjëherë dhe raportojnë çdo dyshim rrëshitse. Përdorni matës non-slip në zonat më të ekspozuara, hyrje, dush, pishina, kabina trajtimi. Vishni këpucë pa rrëshitje. Rreziku kimik nga ekspozimi ndaj vajrave esenciale, produkteve kozmetike. Përdorni doreza mbrojtëse kur trajtoni kimikatet dhe dezinfektuesit. Sigurohuni që vajrat esenciale dhe kozmetika e përdorur janë produkte të certifikuara dhe nuk shkaktojnë reaksione alergjike. Mbani kimikatet në kontejner origjinal të etiketuar dhe ruhen në një vend të sigurt. Rreziku biologjik, kërpudhat, bakteret dëhre, viruset e transmetueshme në mjedise të lagështa. Pastroni dëhre, dezinfektoni pajisjet dhe sipërfaqet e kontaktit rregullisht. Ndërroni peshqirët dhe çarçafët pas çdo klienti. Siguroni ventilim të mirë në dhoma për të shmangur përhapjen e mykut dhe baktereve. Evitoni kontaktin e drejt për drejt me plagët e hapura ose lezionet e lëkurës së mysafirëve dhe përdorni pajisje mbrojtëse personale të disponueshme, si dorezat dhe maskat, kur është e nevojshme. Rreziku i djegjeve dëhre luspave, sauna, banjo me avull, dush të nxehtë dëhre llamba UV. Gjithmonë kontrolloni temperaturën e saunave, dhomave me avull dhe pishinave para se t'u lejoni mysafirëve të hyjnë. Informoni klientët në lidhje me kohën e rekomanduar të qëndrimit në sauna ose banjo turke për të shmangur rrezikun e goditjes së nxehtësisë. Vishni doreza termike kur përdorni pajisje me temperaturë të lartë. Shmangni kontaktin direkt me avujt e nxehtë ose sipërfaqet e metaleve të nxehta. Rreziku i ushtrimit fizik dëhre trajtimi i klientit. Përdorni teknika korrekte për trajtimin e klientëve gjatë trajtimeve, masazhe, terapi manuale, ndihmë për njerëzit me lëvizshmëri të reduktuar. Evitoni pozicionet e gabuara dhe adoptoni një posturë ergonomike gjatë trajtimeve. Rregulloni tabelën e masazhit në lartësinë e duhur për të zvogëluar lodhjen e shpinës. Alternoni aktivitetet fizike me pushime të përshtatshme për të shmangur lodhjen e muskujve. Përdorimi i pajisjeve elektrike, shtretër të nxehur, makina bukurie, tharëse flokësh, vorbulla, llamba UV ose trajtime lazer. Garantoni trajnime specifike për punonjësit që përdorin pajisje estetike. Bëni kontrolle periodike mbi pajisjet elektrike për të siguruar që ato janë në rregull të përsosur punë. Mos përdorni pajisje elektrike me të hands ose pranë burimeve të ujit.
Sigurohuni që bazat të jenë të pajisura me sisteme sigurie dhe se ka një bazë të efektshme. Ndërveprimet e klientëve. Mbani gjithmonë një qëndrim profesional dhe respektues me klientët. Nëse një klient shfaq sjellje të papërshtatshme, raportoni situatën tek menaxheri menjëherë. Mos i trajtoni njerëzit me probleme shëndetësore të dukshme pa deklarimin e tyre të formës fizike apo certifikimit mjekësor. Jini të vetëdijshëm për klientët që tregojnë shenja malarie gjatë trajtimeve me spa ose sauna. Gjithmonë siguroni ujë të freskët për klientët për të parandaluar dehidratimin dhe rënien e presionit. Trajnoni personelin në manovrat e first aid dhe pajiseni me një kit emergjence që është gjithmonë në dispozicion. Stafi i SPA duhet të marrë masa parandaluese specifike për të reduktuar rreziqet që lidhen me biznesin e tyre. Fushat kryesore në të cilat duhet të fokusohemi janë: parandaloni rrëshitjet dhe rënjet me mirëmbajtjen e duhur të dyshemes. Gjithmonë përdorni pajisje mbrojtëse personale kur përdorni kimikate dhe pajisje. Menaxhoni me kujdes klientët për të parandaluar aksidentet dhe stresin që lidhet me punën. Siguroni higjienën dhe sanimin e duhur për të parandaluar rreziqet biologjike. Ndiqni procedurat e sigurisë për pajisjet elektrike dhe mjediset me temperaturë të lartë. Qëllimi kryesor është të sigurohet një mjedis pune i sigurt dhe i rehatshëm për stafin dhe një përvojë mirëqenieje pa rrezik për klientët. Rreziqet specifike në shërbimet e kopshtarisë. Kopshtaria dhe peizazhi paraqesin rreziqe të shumta për shëndetin dhe sigurinë që lidhen me përdorimin e makinerive, mjeteve prerëse, ekspozimit ndaj kimikateve, kushteve të motit të pafavorshëm dhe lëvizjeve të përsëritura. Ndjekja e recetave të duhura të sigurisë është thelbësore për të parandaluar dëmtimet dhe për të siguruar një mjedis pune të sigurt dhe të efektshëm. Rreziku i prerjeve dëhre dëmtimeve në veglat dëhre makinerit dhe dorës. Përdorni doreza anticut kur përdorni qethje, krasitje të qethjes, shara dhe mjetet të tjera të mprehta. Trajtojini thikat dhe thikat me kujdes, duke i ruajtur në rastet e duhura kur nuk janë në përdorim. Gjithmonë kontrolloni deteriorimin e instrumenteve dhe shmangni përdorimin e pajisjeve me defekt. Fikni makinerit para se të kryeni ndonjë mirëmbajtje ose pastrim. Rreziku i dëmtimit me makineri kopshtarie, çertilla si ishara me zinxhir, furç, tondues lëndin, shkurë kopshti. Vishni pajisje mbrojtëse personale të detyrueshme, helmet, visor, syze mbrojtëse, mbrojtës veshi, doreza të përforcuara, këpucë sigurie. Sigurohuni që pajisjet e sigurisë së makinerive të jenë funksionale. Kur mos punoni me makineri pranë njerëzve të tjerë pa e sinjalizuar atë. Përdorni harneses kur punoni me pajisje të rënda ose të motorizuara për të zvogëluar lodhjen. Kontrolloni nivelin e karburantit të makinerisë dhe mbushni rezervuarin vetëm me motor EF. Rreziku i ekspozimit ndaj kimikateve, çertilla si i plehrat, pesticidet, herbicidet, solvantët. Vishni doreza, mask filtruese dëhre syze kur merreni me kimikate. Lexoni me kujdes fletët e të dhënave të sigurisë para përdorimit dhe respektoni dozat e treguara. Evitoni kontaktin direkt të lëkurës dhe lani duart mirë pas përdorimit. Ruajini kimikatet në kontenier origjinal, të etiketuar dhe larg nxehtësisë ose lagështisë. Mos i trajtoni bimët në indidajs për të shmangur shpërndarjen e substancave të dëmshme. Rreziku i rënies në shkallët ose e pemët gjatë krasitjes. Përdorni shkallë të qëndrueshme dhe të certifikuara, duke i vendosur në sipërfaqe të sheshta dhe të forta. Kur mos u ngjitni në pemë pa pajisje mbrojtëse personale kundër ujvarave, të tilla si harlisje, obore sigurie, grepa. Mos e krasitni veten, gjithmonë keni një koleg në shërbim. Rreziku i shtypjes ose e përmbysjes me automjete pune, traktor, platforma ngritëse, ekskavator. Vishni rripa ndenjëse në traktor dhe automjete bujqësore. Mos i manovroni automjetet në zonat me shpate të tepërta ose teren të paqëndrueshëm. Kontrolloni gjendjen e rrotave dhe frenave para se të nisni automjetin. Sigurohuni që të mos ketë njerëz aty pranë para se të bëni lëvizje me automjetet. Mos i transportoni pasagjerët në automjete që nuk përdoren për këtë qëllim. Rreziku i lodhjes sër muskujve dëhre lëvizjet e përsëritura. Aktivitete alternative për të shmangur mbi ngarkesën e muskujve. Bëni pushime të rregullta gjatë një pune intensive manuale. Evitoni posturat e pasakta dhe ngritjen e papritur të peshave pa ndihmë.
Përdorni mjete ergonomike për të zvogëluar përpjekjet fizike. Rreziku i zhurmës për shkak të ekspozimit të zgjatur ndaj zhurmës së lartë, duke përdorur tonduesit e lëndinës, sharrat me zinxhir, ventilatorët. Vishni kufje ose kufje për të mbrojtur dëgjimin. Kufizoni kohën e ekspozimit në makineri të zhurmshme. Lëvizja midis zonave të gjelbra. Moderoni shpejtësinë në udhëtimet e punës. Kontrolloni se automjeti i kompanisë është në gjendje optimale para çdo përdorimi. Kini veçanërisht kujdes kur ngarkoni dhe shkarkoni pajisje dhe materiale në automjete. Menaxhimi i ndihmës së parë. Gjithmonë keni në dorë një kritë të ndihmës së parë. Personeli i trajnit mbi teknikat e ndihmës së parë në rast sëmundjeje, plagësh, goditje në të nxehtë, reaksione alergjike ose dëmtime. Mbani një telefon me vete për të kontaktuar shpejt numrat e urgjencës. Kopshtaria është vendimtare për mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbra, por mund të paraqesë rreziqe të larta nëse nuk merren masat e duhura të sigurisë. Gjithmonë përdorni pajisjet mbrojtëse personale të përshtatshme, doreza, helmet, syze, kapak, këpucë sigurie. Trajtojini me kujdes makineritë dhe veglat e prerjes. Shmangni kontaktin me kimikatet pa mbrojtje. Jeni të vetëdijshëm për kushtet e këqija të motit dhe biohazard. Jeni të përgatitur për të trajtuar emergjencat dhe ndihmën e parë. Një mjedis i sigurt dhe i mirëmbajtur është rezultati i një menaxhimi të përgjegjshëm dhe të kujdesshëm. Biznesi i hotelerisë paraqet rreziqe të shumta, por menaxhimi i duhur i sigurisë mund të parandalojë aksidentet dhe të përmirësojë mirëqenien e punëtorëve dhe mysafirëve. Miratoni protokollet e sigurisë për çdo departament. Trajnimi i stafit për menaxhimin e emergjencave dhe situatave kritike. Mbajini mjediset e punës të rregullta dhe të sigurta. Siguria nuk është një dokument, është një angazhim. Jeta juaj dhe jeta e kolegëve tuaj janë fokusi ynë, por edhe e jotja. Safe Home. The Safety Project.